I maskuar si shpërndarës picash me motor. Pamjet e kamerave tregojnë një vrasës në pagesë që hyn qetësisht në një bar Buzdetit në Shqipëri dhe e qëllon biznesmenin Ardian Nikulaj 7 herë me pistolet. Videoja trondit se ekzekutimit brutal mund të duket si një skenë nga një thriller hollywoodian, por kjo ishte një vrasje reale. Kapitulli më i fundit i një hasmërie 30 vjeçare që deri tani ka marrë 8 humbje jetësh. Ndërsa policia shqiptare ruhet për gjakderdhje të mëtejshme, faza e radhës e kësaj lufte të pafund mes dy familjeve po zhvillohet në gjykatat britanike, ku të akuzuarit për vrasjen e Ardian Nikulajt po luftojnë ekstradimin drejt Shqipërisë për të gjykuar, teksa apelimi i vijon dhe Sun udhëtoi në Shqipëri për të rindjekur hapat e skuadrës së dyshuar të vrasësve në ditët dhe orët para atentatit. Familja e shkatëruar e Ardianit hapi gjithashtu dosin e provave që sipas tyre tregon qartë ku shndronte pas vrasjes brutale. Ata zbuluan edhe frikën se zinxhiri i vrasjeve nuk ka përfunduar ende. I Ardianit është paralajmëruar se ka një shpërblim prej 1.7 milion pound për kokën e tij, ndërsa armiqt në Britani po kërkojnë në përballë një vrasës të gatshëm ta marrë kontratën. E veja e Ardianit Rudina shpërtheu në lot teksa i tha dhe Sun se vrasjet duhet të ndalen. Ka patur mjaft. Ne kërkojmë drejtësi për Ardianin dhe i lutemi Britanisë së Madhe të bëjë gjën e duhur dhe të dërgojë këta persona këtu për të përballur me drejtësinë, por gjakderdhja duhet të marrë fund. Shumë fëmijë kanë mbetur pa baba. Hasmëria nisi në vitin 1997, kur vëllai i Ardianit, Pollumb Nikulaj, punonte si roj sigurie në një pikë karburanti dhe u përplas me familjen Lekstakaj. Njëri ishte larguar pa paguar pasi kishte mbushur makinën me karburant, ndaj Pollumbi shkoi të fliste me të atin për të kërkuar pagesën. Disa orë më vonë, një grup prej 7 personash, të armatosur me automatik, mbërriti në pikën e karburantit dhe vrau Pollumb Nikulaj dhe pronarin e biznesit. Gjatë 2 viteve pasuese, pati edhe 3 vrasje të tjera, 2 anëtar të familjes Lekstakaj dhe një person i armatosur nga e njëjta familje, pasi ai kishte ngritur prit ndaj xhaxhait të Pollumbit, Nikol Nikulaj. Pas kësaj, hasmëria mbeti e heshtur për 24 vite, derisa shpërtheu sërish në një ditë me diell në prill të vitit 2023 në resortin Bregdetar të Shëngjinit, ku në orën 13:23 biznesmeni Ardian Nikulaj ul në një tavolinë në barin Buzdet që zotëronte. Pak sekonda pasi mori një telefonat në celular, ai ngriti kokën dhe pa një person që dukej si korrier me motor duke hyrë në lokal. Duke ju afruar gjithnjë më shumë me çdo të shtën, ai qelloi 7 herë, duke goditur biznesmenin e panjohur, i cili u shemb i pajet mbi karike. I dyshuari si organizatori i atentatit është Edmond Haxhia, 40 vjeç, britaniko shqiptar nga Birminghami, ushqyeri i vëllezërve të familjes që ndodhen në hasmëri me familjen e Ardian Nikulajt.